Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia pritet të nisë një betejë në gjykatën kushtetuese nëse Këshilli Bashkiak e shkarkon, teksa anëtarët socialistë të Këshillit Bashkiak të Tiranës mblidhen sonte në Selin Roz, duket se ka ardhur sinjali i parë nga kryebashkiaku se ai nuk ka për të dorëzuar kaq lehtë, pasi u dha urdhër në Asamblenë e Partisë Socialiste. Rama një ditë më parë i urdhëroi këshilltarët socialistë të mblidheshin ditën e sotme në Selin Roz, teksa vetë nuk dihet nëse është i pranishëm pasi një ditë më parë nisi një vizitë në Bruksel. Mbledhja fokusohet te skenarët e shkarkimit të Erion Veliajt dhe që të mos ketë rrjedhje votash. Disa anëtarë aty janë mbështetës të Erion Veliajt dhe frika e Edi Ramës është se mund të ketë surpriza. Por edhe nëse bëhet shkarkimi, betejë do të vijojë. Sipas Top Channel, burime nga ekipi ligjor i kryebashkiakut në detyrë bëjnë të ditur se ata do t'i drejtohen kushtetueses në rast shkarkimi. Argumentet e tyre përqendrohen në faktin se Veliaj nuk mund të shkarkohet përsa kohë nuk ka një vendim të formës së prerë kundër tij dhe përsa kohë nuk është arrestuar në flagrancë duke kryer një krim në detyrë. Sipas tyre, nëse do të ketë një vendim nga Këshilli Bashkiak që pritet të mblidhet së shpejti, Veliaj ka të drejtën të ankohet në gjykatën kushtetuese kundër vendimit të qeverisë për shkarkim. Erion Veliaj ka të drejtën e ankimit në gjykatën kushtetuese në momentin që bëhet ankesa, vendimi pezullohet. Derisa të marrë vendimin gjykata kushtetuese, vendimi i qeverisë është i pezulluar. Burimet nga ekipi ligjor i Veliajt thonë se nëse kryebashkiaku ankimon vendimin e Këshillit Ministrave, automatikisht çdo vendim për t'i hapur rrugë zgjedhjeve të reja për Bashkinë e Tiranës pezullohet. Këshilli Bashkiak i Tiranës, sipas legjislacionit në fuqi, ka për detyrë të thërrasë kryebashkiakun Veliaj për ta dëgjuar për të marrë një vendim. Pyetja që ngren avokatët e Erion Veliajt është se si do të cilësohet vendimi i shkarkimit nëse Veliajt nuk do t'i jepet e drejta për të folur në mbledhjen e Këshillit. Një tjetër pyetje që ngren juristët e ekipit ligjor të Veliajt është nëse konsiderohet problematik ligji në formularin e tij kur thotë se Erion Veliaj shkarkohet kur dënohet me vendim të formës së prerë, pra me vendim përfundimtar të gjykatës së lartë. Gjykimi deri në gjykatën e lartë zgjat me vite dhe nuk ka afate të shpejta hetimi dhe gjykimi, ndërkohë që kryetari i bashkisë është organi zgjedhur. Ata marrin edhe precedentët të viteve 2019-2022 kur Bashkia e Durrësit dhe Bashkia e Shkodrës ishin për një kohë të gjatë pa kryetar bashkie në detyrë dhe në këto njësi nuk u zhvilluan zgjedhje të parakohshme.